Pijeni një gotë nga kjo para gjumit dhe i thoni lam të mirë pa gjumësisë. Gjumi cilësor është një nga gjërat më të rëndësishme për shëndetin tonë dhe një gjum i mirë gjatë natës është aq i rëndësishëm sa ushqimet e shëndetshme. Fatkeqësisht, shumë njerëz luftojnë me mungesën e gjumit, por edhe me pagjumësinë e madhe gjatë ditës, dhe mënyrat për ta trajtuar atë janë nga më të ndryshmet. Mjafton që të bëni përzgjedhjen e duhur. Para se të fillojmë, bëni një like videos dhe ju lutem klikoni subscribe, do të na ndihmonit shumë. Në mënyrë që trupi të pushojë dhe të mbush bateritë e tij për ditën e ardhshme, i nevojiten mesatarisht 7 deri në 8 orë gjumë pa ndërprerje çdo mbrëmje. Kështu përfitimet që do të merrni do të jenë në mahnice dhe do të parandaloni gjithashtu një sër efektesh negative. Ajo që pini para gjumit mund të ketë ndikime nëse jeni të bëni me një gjumë më të mirë dhe komod gjatë natës dhe të bëni gjithashtu cilësinë e duhur të tij. Sipas ekspertëve të Healthline, në rutinën tuaj të përgjithshme mund të shtoni këto produkte, të cilat do ju ndihmojnë në një menaxhim më të mirë të problemeve të pagjumësisë. Në krye të listës qëndron uji. Pija e parë domosdoshme është padyshim uji. Shumë njerëz mbajnë një shishe me ujë pranë shtratit të tyre dhe kjo nuk është as pak pa arsye. Uji nuk ka sheqer, shuanetjen dhe nuk përmban kalori. Rekomandohet gjithmonë që të konsumohet gjatë ditës, në mënyrë që të mos zgjoheni duke shkuar në tualet gjatë mbrëmjes. Ekspertët këshillojnë vazhdimisht që të pini ujë në sasinë e rekomanduar ditore, kështu do të keni më pak probleme dhe shqetësime të mëdha gjatë natës. Çajrat bimor janë një mundësi shumë e mirë ushqyese edhe për të mbajtur larg problemet e pagjumësisë. Çajrat bimor para gjumit mund të jenë një përzgjedhje shumë e mirë efektive për persona të cilët do vuajnë nga pagjumësia. Veçanërisht rekomandohet çaji i borzilokut, i cili ul nivelet e hormonit të stresit dhe kortizolit. Kamomili, çajrat valerian dhe energjiku janë gjithashtu të mirë për një gjumë të qetë, për relaksim dhe lehtësim të stresit. Pra, nëse doni një gjumë cilësor në mbrëmje, shtoni këto çajra të paktën një orë përpara gjumit. Edhe qumshti është një përzgjedhje shumë e mirë ushqyese në rastet se vuani nga pagjumësia. Qumshti ngrohtë të para gjumit është jashtëzakonisht efektiv, edhe pse kjo nuk është një pije e preferuar për shumicën e njerëzve. Për të luftuar gjithashtu shijen e laktozës, mundet që të përfshini një lugë çaji me mjaltë, karafil, kanellë ose shafran indie, i cili ka veti të mira antiinflamatore dhe gjithashtu mund t'i japë rezultate mjaft cilësore në cilësinë tuaj të gjumit. Edhe lëngu i qershive është një përzgjedhje shumë e mirë ushqyese për pagjumësinë. Lëngu i qershive pa sheqer ndihmon njerëzit që vuajnë nga pagjumësia. Një studim i kryer në 50 gra ka treguar se ato që pinin lëng qershie 2 herë në ditë arrinë që të flinin 84 minuta më shumë se ato që nuk e konsumonin. Qershit janë të pasura me përbërës që lidhen shumë me shëndetin e përgjithshëm dhe parandalimin e komplikacioneve të tyre. Çaji i kamomilit. Çaji i kamomilit është një përzgjedhje shumë e mirë për të qetësuar nervat dhe për arsye më të mira. Kamomili përmban gjithashtu edhe aromatiksa, pigenina dhe elementë të cilët mund të nxisin dhe të qetësojnë cilësinë tuaj të gjumit duke relaksuar situatat tuaja gjatë mbrëmjes dhe duke sjellë rezultate konkrete pozitive në dobi të shëndetit tuaj. Një studim me 128 pjesëmarrës testoi efektet e vajit esencial të kamomilit mbi stresin, ankthin dhe cilësinë e gjumit. Rezultatet treguan një ulje të dukshme të ankthit dhe të stresit, dhe gjithashtu një ulje të lehtë të niveleve të kortizolit, i cili mund të kontribuojë në pagjumësinë tuaj kronike. Në dietën tuaj mund të shtoni gjithashtu edhe çajin e rrënjës së valerianës. Rrënja e valerianës është përdorur për të trajtuar çrregullimet e gjumit që nga mesjeta. Atë mund ta kombinoni si formën e çajit, si një përzgjedhje cilësuese për cilësinë tuaj të gjumit dhe gjithashtu relaksin më të mirë në këto situata stresuese. Ndikimi i këtyre recetave kundër pagjumësisë mund të përbëjë një urë të mirë lidhse midis gjumit dhe relaksit më të mirë gjatë natës. Ekspertët tregojnë se sa më të mirë ta keni dietën tuaj ushqyese gjatë mbrëmjes,
aq më pak probleme do të keni me pagjumsinë dhe një gjumë më të rehatshëm do të keni në mbrëmje. Gjithashtu, përpiquni të konsultoheni me mjekun tuaj për çdo shqetësim të mundshëm që lidhet me pagjumsinë. Gjumi cilësor është një gur themeli i shëndetit të mirë dhe zemrës së shëndetshme, duke mbajtur larg komplikacione dhe duke nxitur gjithashtu një organizëm të fortë dhe më të shëndetshëm. Ekspertët e ushqyerjes theksojnë se bimët të caktuara mund të qetësojnë trupin tuaj, të ulin nivelin e stresit dhe të nxisin gjithashtu një gjumë më të mirë dhe të thellë dhe komod gjatë mbrëmjes, duke relaksuar situatat tuaja gjatë natës. Çajrat bimor, të cilat shtohen vazhdimisht në dietat tuaja ditore, mund të përbëjnë një urë të mirë lidhse midis cilësisë së duhur të gjumit dhe problemeve që shkakton edhe ajo në shëndet. Kamomili është një nga përzgjedhjet më të mira ushqyese që mund t'i keni pjesë të dietave tuaja. Kamomili është një çaj bimor klasik, një zgjedhje e mirë popullore që mund t'ju shlodhë përpara gjumit. Ai përmban nivelet të mira të apigeninës, të cilat kanë efekte të mira relaksuese, qetësuese dhe lehtësojnë gjithashtu problemet që ju kanosen. Nutricionistët theksojnë se pirja e rregullt e çajit të kamomilit mund të përmirësojë cilësinë e gjumit dhe është një nga produktet veçanërisht të dobishme për personat që kanë të vështirë të flenë në mbrëmje. Livando gjithashtu është një produkt fantastik që mund t'i japë rezultate të mira në cilësinë tuaj të gjumit dhe të relaksojë gjithashtu edhe problemet e pagjumësisë. Përveç përdorimeve të saj për aromaterapi, Livando është gjithashtu një çaj bimor shumë i rëndësishëm për relaksim, që mund të ulën nivelet e stresit dhe të kortizolit dhe mbi të gjitha të ndihmojë për një organizëm më të fortë, më të shëndetshëm dhe sa më pak problemet që ju kanosen përpara gjumit. Një filxhan çaj Livando i ngrohtë para se të shkoni për të fjetur mund të jetë një mënyrë qetësie shumë e mirë për organizmin dhe lehtësimin e komplikacioneve të tij. Ndaj, përzgjedhja e duhur e ushqyesve në dietën tuaj do të jetë faktori më i mirë kundër problemeve që sjell pagjumësia. Edhe çaji mentes është një relaksues shumë i mirë i situatave tuaja të vështira. Çaji mentes do të relaksojë shëndetin tuaj, do të ulë gjithashtu nivelet e tensionit dhe ndihmon kundër problemeve të tretjes, të cilat janë zakonisht më të mëdha, sidomos duke shkaktuar të fryra dhe rëndesa në stomak, të cilat mund të krijojnë probleme me pagjumësinë dhe ndryshime totale të cilësisë tuaj të gjumit. Livando dhe xhenxhefili gjithashtu janë produkte fantastike që mund të shtohen në dietën tuaj për të mbajtur larg problemet të pagjumësisë dhe për të nxitur gjithashtu një relaks më të mirë të gjumit. Çaji nga Livando dhe xhenxhefili është i njohur për efektet e tij qetësuese dhe detoksifikuese. Ky çaj mund të ndihmojë trupin tuaj të relaksohet përpara gjumit. Përveç kësaj, çaji i Livandos ndihmon që të lehtësoni edhe problemet e tensionit dhe të rrisni energjinë gjatë ditës. Përdorimi i këtyre produkteve në dietën tuaj ditore mund të nxjisë të keni një gjumë cilësor, të parandalojë gjithashtu problemet që sjell pagjumësia dhe të ofrojë një jetë më të shëndetshme dhe me sa më shumë zgjidhje efektive, të cilat do ju mbajnë në gjumë në mënyrë më mirë dhe gjithashtu të relaksojnë shëndetin tuaj. Ekspertët tregojnë se një filxhan çaji i ngrohtë para gjumit mund të jetë një mënyrë relaksuese, por nëse nuk e preferoni gjithashtu edhe çajin, atëherë në dietën tuaj mund të shtoni edhe kivin. Kivi është një nga produktet më të pasura me element antioksidues, të cilët janë edhe me element të fuqishëm për nxitjen e një gjumi më të mirë dhe relaksues. Kivi është i pasur me nivele të mira të serotoninës si element të cilët ju ndihmojnë për një gjumë më të mirë dhe relaksues gjatë natës. Vetëm sigurohuni të bëni përzgjedhjen e duhur ushqyese në përditshmërinë e dietave tuaja dhe ndikimet që do të merrni në organizëm do të jenë të menjëhershme dhe të fuqishme. Ekspertët shtojnë një zëri se produktet sa më natyrale të jenë në dietën tuaj, aq më shumë përfitime do të sjellin dhe gjithashtu do të mbajnë larg problemet që ju kanosen në përditshmëri. Vëmendje, ju bëjmë dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos zëvendësojnë në këshillat e mjekut tuaj ose ato të ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor,
dhe nuk ka në përqëllim që të mbulojë në të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative për shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë e tu.